Partia Demokratike ka shpallur propozimin e saj zyrtar për garën në zgjedhjet lokale në Tiranë, duke përzgjedhur aktorin e njohur dhe aktivistin Florian Binaj si kandidatin që do t'u paraqitet aleatëve të opozitës për mbështetje të përbashkët. Lajmin e bëri të ditur kryedemokrati Sali Berisha, i cili tha se përzgjedhja e Binajt vjen pas një procesi të hapur kandidimesh, ku kanë marrë pjesë figura të njohura nga politika, shoqëria civile dhe diaspora. Partia Demokratike, duke falëndëruar me mirënjohje se cilin prej atyre që vendosi të paraqes kandidaturën e tij në shërbim të qytetarëve të Tiranës dhe përballjen me të keqen e këtij vendi që është Edi Rama, informon se grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Berisha teksa falenderoi kandidatët që shprehen interesin për të marrë pjesë në këto zgjedhje, e cilësoi Binajn si një personalitet të shquar të artit, luftëtar të paepur të kauzave qytetare, duke theksuar se ai përfaqëson më së miri frymën e ndryshimit dhe përballjes me atë që e cilësoi regjimin e Edi Ramës. Shpresoj që aleatët, opozitarët, të bashkohemi në këtë mbështetje ndaj një personaliteti me reputacion të gjerë, tek i cili gjen veten më shumë se kushdo tjetër të përfaqësuar qytetarët e Tiranës. Florian Binaj është nga ata artistë që konsideron kauzat qytetare si kauzat të tij dhe të gjithë ju jeni dëshmitar të betejave që ai ka bërë së bashku me të tjerë në mbrojtje të këtyre kauzave. Zgjedhjet në Tiranë pritet të mbahen në 9 nëntor, ndërsa socialistët do të shkojnë në këto zgjedhje me Ogerta Manastirliun.